Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi emërimin e Kevin Warsh si drejtues i ri i Rezervës Federale Amerikane, institucioni më i rëndësishëm financiar në vend. Me 54 vota pro dhe 45 kundër, Warsh merr drejtimin e Bankës Qendrore Amerikane në një moment të vështirë për ekonominë, ku inflacioni vazhdon të mbetet i lartë dhe çmimet e naftës janë rritur për shkak të konfliktit me Iranin. 56 vjeçari zëvendëson Jerome Powell, mandati i të cilit përfundon këtë të premte. Warsh pritet të drejtojë mbledhjen e ardhshme të Rezervës Federale më 16 dhe 17 qershor. Emërimi i tij vjen në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka bërë presion për uljen e normave të interesit, ndërsa Banka Qendrore përballet me debate të forta nëse duhet i rrisë ato për të frenuar inflacionin. Ekspertët financiar besojnë se, pavarësisht tensioneve aktuale dhe rritjes së çmimeve të energjisë, Rezerva Federale mund të ulë normat e interesit në fund të vitit, sidomos nëse tensionet në lindjen e mesme zbuten. Analisti Joe Hagner deklaroi se nuk pret ndryshime dramatike në politikën monetare të Bankës Qendrore, edhe pse Warsh do të ketë ndikim të rëndësishëm në vendimmarrje. Ndërkohë, dokumentet përfundimtare për betimin e Warsh pritet të firmosen nga presidenti Trump, i cili ndodhet aktualisht në Pekin për takime me presidentin kinez Xi Jinping. Administrata amerikane deklaroi se Trump synon të firmosë sa më shpejt dokumentacionin për të rikthyer besimin në vendimmarrjen e Rezervës Federale.